Jemi direkt live dhe ka filluar Xanxra me njerë, sepse emisioni Bardazi është... Si është? është pikërisht ajo që tha Armiri. Çka është poshti? Mua mos gjithë, o prej peshës... Jo prej peshës, jo. Ja, s'ka gjë, se po të ngrihesh, ngrihet dhe njëra. Ka përsi Mr. Bini, ka vetëm kohë. Do i bësh më. Mirë, për çfarë do të flasim sot, ndërkohë që Erioni prezanton? Sytë e qytetit, është me ne në studio Tomi Kallanxhi i dashur, që rikthehet pas një mungese të gjatë, të pa justifikuar në emisionit. Sa pëlqeu kjo. Ka si justifikim. Armir Shkurti jashtëzakonshëm, që në ditën më të bukur të javës edhe të muajit erdhi në emisionin ton. Ditë zgjedhje. Artan Rexhepi që edhe kur është i smur vjen në emisionin ton dhe duhet thënë kjo edhe falenderojmë. Dhe Faik Basha, që o bëhet sot drejtues institucioni, o bëhet jam tjetër, një nga dyja. Ne kemi një rregull, sado që jemi live dhe mund të kemi mesazhe, ne telefonat i heqim nga tavolina, sepse përqendrohemi vetëm te debati, se do flasim për kamera. Po për çfarë do flasim? I heqim fare nga për syt. Lali, zonja mësuese. Do flasim për sytë e qytetit. Qyteti do ketë sy. Sy qka? Dhe do themi, atë këngën e sy qka? Qipa, mo, qipa. Qa qipa, moj? Kamera. Në atë 4 anët, tu do diskutojmë sot. Duhen kamerat, s'duhen kamerat, do në ndimojnë, s'do në ndimojnë, qa mendimi kanë, qa mendimi, ku dijem, qa po bëhet qyteti mënqur, thot, qa i mënqur, Allah? Se duhet i vendosim kamerat, Antash. Përse na duhen këto kamerat? Tomi. S'na mjaftojnë sy tanë që shohin 360 gradë, jemi bërë të pabesueshëm, nuk na besojnë policat, nuk na besojnë policia, shteti, qeveria, qa ndodh? Unë do të filloj me i Gallat. Se Gallat është për gjithë jeta. Banorët e pallateve pankojnë për ato syrat magjik digital. Që janë të dera? Që janë të dera, se shohin përgjojnë komshit ku qyri kush doli. Po. Dhe po shqetësojnë komshit për Erionin që ka bërë... Ka qenë edhe në kone diktaturës ato. Jo, ka qenë, po nuk ishte e filmuar, ishte e parë me sy. Tani mund të filmohet edhe është i problematik për shkeli privatësie. Sepse ti mund të filmosh, po brënda shtëpisë tënde dhe jo jashtë shtëpisë tënde. Dhe kamerët është drejtuar nga komshiu. Se syri magjik, dera jote është dera komshiut. Dhe ti mund të shohësh kush hyn, kush del te komshiu. Mund ta lësh rekord, mund ta regjistrosh. E temerat kjo është. Ju që keni dashnore bëni gati të dilni në mediat lokale. Fotofonia ke shkalla, shef gjithë shkalla. Kur është me aktivizim kamerë. Ne e devijoj debati, nuk e kishim aty, edhe kjo çështje interesante është, por... Mendo tani kamerat e shtetit. Por është problema jo, kini parasysh për qaftit. Po, e qartë, jo. Shumë ide, zotëri. O Faik, na trëmbi kjo, vlla. Ja, mas duhet marrë kaq seriozisht. Si ta marrim? Çështja e trëmbjes, do të thonë, çështja e problematikës se... Shiko, ndoshta ajo pjesa e privatësisë brenda një shkalle merr diskutim, ndërsa çështja e monitorimit të qytetit është krejt gjë tjetër, dhe është proces sigurie i cili lind si nevojë e rritjes së aktivitetit, e shtimit të kriminalitetit, e shtimit të problematikave, lind si nevojë e faktimit të situatave të ndryshme, lind si nevojë e ndjekjes dhe gjurmimit të problemeve të krimit, të bandave, të keqbërësve. Ta pranojmë që policia ka falimentuar. Shiko, në fillim policia, në fillim policia ka qenë me hanxhar. Po. Tani ka pistolet. Çfarë themin në dështoi hanxhari? Po jo, është modernizim. Pra, është modernizu, vjen modernizu. Ndoshta nesër nuk do kenë kamera, po mund të jetë sistem më i sofistikuar që mund të monitorojë gjithë qytetin, po kjo është, po mund të jetë me fiks, me dron, Ja, se duhet pyes pak Armirin. Armir, kjo është demokracia? Ku di shqiptari që është demokracia? Ku di dhja që është demokracia? Ta gjia me i fjallë. Po, mua nuk më shqetëson se ne... Në kamera jemi tani. I përkasim një brezi... Po, që jemi mësuar. Jo, bravo, jemi mësuar. Se në kohën tonë, kur kemi filluar në ca gjëra, s'kishte motele. Edhe ke liqenin e kemi bërë me sy të lirë. Do më thënë, nuk në shqetëson. Ka pas kamera njerëzore? Po, unë shqetëson vetëm përse do mbyllen vende pune. Patronazhistët falimentojnë me Smart City-n. Patronazhistët zhduken. Sepse i dallon fytyrën, ku je, qa po bënë... Ti thua që do jenë të panevojshëm? Jo, dhe në panevojshëm. Por nëse dalin patronazhistët në loja, kamera të vënat 4 anë, se thua jo. Ku duhet jetë problemi? Ku duhet jetë problemi? është goditje të mërshme... është goditje në brez për partim. Po këtë po e bën Edi Rama vetë. Eksakt. Vetë Edi Rama ka bërë për këtë. Ky është diversion për t'ia futur PS-s. Erion. Faik. Edhe këtë se kisha dëgjuar do me Rama, po ja pish punë PS... Po, Kami?
një kanë gjëra që nuk do të përgjojme ashtu si thuhet, sepse norma e Bashkimit Evropian që është AI-akti për inteligencën artificiale është që shtetet nuk kanë të drejtë të përdorin inteligencën artificiale për të bërë face detection individ caktuar. Ku kaloj Erioni? Po iranianët çfarë mendimi kanë për këtë? Për çaj duam ato kamerat ku nuk bën face detection? Ju dhe për kinezët. Po. Bashkimi Evropian nuk e lejoj që ta përpunoj inteligencën artificiale. Po patronazhisti mund ta përpunoj. Patronazhisti nuk e di, po nuk e besoj që do bëhet për gjithë. Mund bëhet për makinat, mund bëhet për mjetet, mund bëhet për personat Po kur kemi një shoqe që s'do ta ketë. prokuroria, Me por jo lejen tuaj mund të them diçka. Jo, vetëm një sekond. Kryeministri ka thënë që në aeroport do të kalohet pikërisht vetëm me face detection. Pra, kjo është e sankcionuar, nuk e di nëse ka Edhe ndruar. face Edhe në Europë, detection ka normë gabimi, që t'jemi të qartë. Qartë. Edhe në Europë. Sepse Po, në aeroport nuk është kjo që s'do shifen njerëzit, përkundrazi. Dhe kryeministri në atë që ka thënë ajo, ti nuk e bën di. identifikim aty. Ti nuk është apo kalon rrugë e bësh face detection. Po çfarë? Në aeroport ti do të identifikohesh. Edhe në rrugë ka thënë. Edhe në rrugë kudo ti identifikohesh kush je, identifikon njerëzit kërkimin kështu me radhë. Atëherë problemi i parë është niveli i kamerave që do vendosen, pra në sasi sa do jenë. Me mira. Çfarë qëllimi do kenë? 160 milionë euro. Pikat e vendosjes. Nga janë marë. Nga jashtë. Nga ku pra jashtë? Nga i vend demokratik apo nga i vend me probleme? Demokratik. Dhe e fundit fare jo. Dhe e fundit fare është vlera, po vlera pak më intereson. Kur zotëria hapi me shumë drejt atë problemin e citofonisë skallës, pra ajo ka kushtet disa nene se nuk dua të citoj tash, shkelje privatësie, llogaritë tash kjo. Dhe çështja më e rëndësishme është transparenca dhe siguria që kemi ne si qytetarë. Kush do t'i menaxhojë këto kamera? Rendi, parlamenti, bashkia. Kush do t'i menaxhojë? Ndor të kujt do jenë? Sa me integritet do jenë njerëzit që do t'i monitorojnë këto kamera? Sa kode sigurie ka? Unë do isha shumë dakord nëse një sistem kamerash, jo të këtyre parametrave, mos jemi para mbylljeve, po s'dua të kaloj këtë teoritë konspirative, një sistem kamerash Mos kalosh, kalo. i tillë të vinte nga një shtet demokratik me norma europiane. Të hapësh si diskutim, të diskutohesh nen për nen pjesa ligjore, pastaj të vendoseshin Çush ato kamerat. po vjen kamerat aty janë Nuk bërë. kemi kështu principat tani që kryeministi të bëjë çfarë dojë domethënë. Kompanit cilat merren me këtë lloj shërbimi sigurisht që janë të licencuara me gjithë standardet më të mira profesionale për sa i përket këtij lloji sistemi. Jo, shiko, ajo kompani kemi as kemi ne standard ligjor nga Emiratet. Ato kompani janë të licencuara në standarde globale. Po kamera po vendosen. Të lutem, unë ngritën 2 pikë pyetje, 3 pikë pyetje. Jo, ishin 10 pikë pyetje, nuk ishin 3. 10 pikë pyetje. Po nuk i intereson publikut kjo gjë besoj tani se nga vinë kamerat. Jo se nga vinë kamerat. Tani, I intereson se kjo është siguri apo është kontroll? Mund ta ndajmë pak në bashkë për çfarë po vendosin këto kamera? Është siguri apo është kontroll? Nëse merret një model jo demokratik, ki parasysh që kanë xhanin koksin në Arabi Saudite. Shqip. Ke marrë model nga Arabia Saudite. Atë lloj sjellje do kesh me kamerë. Jo më shërbimi. Kamerat Smart City, nëse Erioni nuk çdo merret model Arabia, merret Gjermania dhe Anglia. Kamerave që Erioni është në kërkim, kamerat Nuk e kërkojnë. Nuk e kërkojnë. Në momentin që fytyra e Erionit vendosen në databazën e kamera, bëhet face detection, dhe ajo kap gjatë gjithë kohës, Erioni u kap në rrugë Durrësit. Po kërkon vetëm Erionin, nuk kërkon Ornelen që nuk është në kërkim, nuk fotografon që Ornela nuk e regjistron Ornelen. Qartë. Dhe t'u jap rastin para 2 javësh në Britaninë e Madhe, kishte ndodhur një gabim, sepse këto thuan që këtë tani gabimin. Sistemet biometrike kanë një prediction mode për modelet parashikuese, për njerëzit me ngjyrë të bardhë, apo i daj me ngjyrë të bardhë, kanë gabim vetëm 2%. Ne aziatikët kanë 10%, kurse njerëzit me ngjyrë afrikanët, të zindë, kanë marrë gabimi 30%. Çfarë kishte ndodhur? Një programues nga San Francisco kishte shku në Londër dhe mbas 2 ditësh ishte arrestuar sepse fytyra e tij ishte ngjashme me një person që ishte në kërkim prej 12 vjetësh. Qartë. Ishte arrestuar, por ishte liruar mbas 10 orësh. Do me thënë, nuk mund t'i besohet kamerave. Jo, nuk mund t'i besohet. Shiko, çdo lloj shërbimi ka problematikat e veta. Pa kamera jemi, na shkelin privatësinë për ditë, lokali, rrotull, tjetri, pa kamera jemi mbi mbushur me kamera.
lokale. S'mund të kenë këto një filtr që të ketë akses shtetit ty drejt për drejt, pse duheshin këto Pse e krahasove që parë me Arabinë Saudite? Çfarë bëhet keq aty? Dhe çfarë duhet marrim të keqe nga aty? Nuk është etaloni i demokracisë, kaq. Nuk është etaloni i demokracisë. Nuk është një vot i lirë. Se do marrim në Arabinë Saudite ta fusi orën kryeministri, më keq se s'na i ka futur tash. Ne nuk po marrim modelin atje. Pra, nuk është siguri, është kontroll. Se morën nga Gjermania, më Po zotë. e njëjta gjë më se ka. Po jo më vlla, merren nga Gjermania me gjithë modalitetet. Po jo, po tash jo. Po sistemi e rëndësishme është që sistemi të jetë i kontrolluar, të jetë i licencuar dhe të jetë i mbrojtur. Sepse unë jam dakord që këtë sistem mos ta merreshim nga mbrojtur serveri aty aty ku ndodhet zakonisht. Janë vende jo miqësore me ne, pak për shembull po them mos ta merrem nga Irani. Se dhe Irani ka ato... Unë po të dush Mirë, tani me këto kamerat e vendosura. Duhet marrë nga një vend i NATO, sepse përbën dhe element të sigurisë. Nga një vend i NATO-s, duhet marrë që është vend i certifikuar, dhe të marrësh gjithë certifikimet e NATO-s, të marrësh gjithë kodet e sigurisë NATO-s, dhe le të vendoset me densitet, me numër, me qëllimet që do montohen. Integritet njerëzit që do jenë mbrapa sistemit. Kjo është Ky është problem tjetër pastaj që duhet punuar, por shiko, ne nuk mund ta lëm avancimin e teknologjinë dhe përdorimin, marrjen e disa shërbime shumë të mira, për shkak se mendojmë që s'do kemi njerëz. Ne, se nisa për t'ja thënë shpar profesorit, sa kemi ne raste zbulimi të ngjarjeve të rënda që pa shërbime të këtyre kamerave lokale, shërbime të kamerave biznese, nuk do kishim arritur të gjenim autorët, kush ishte autori i veprës. Atëre Faik po e bë. Nëse një kamerë që shkeli ligjit ti nuk mund ta përdorësh për provë. Apo jo? Jo, por jo, nëse një kamerë është përdor dot. Po, nëse Erioni me kamerën vet filmon shtëpinë time dhe te shtëpia ime ndodh diçka. Ora un kam një lokal në Bodrum. Nëse ai, dhe mos them që e ka bërë. Nëse ai jep ai pin dikujt, ai dikush i më përndjek tër ditën tër natën. Kur hyj, kur dal, kur. Ti e di më mirë se unë çfarë ai pija, pam kodi sigurisë. E ka non stop ai kur hyj, kur dal, çfarë bëj. Unë s'kam asgjë për të fshehur, po e mora Izraeli në Iran po i gjurmonte, kishte 2 vjet që i gjurmonte ato, kishte gjithë kamerat e qytetit, kishte gjithë. Do të thënë liderat i kishte siç ishin në Iran, i kishte ai në Izrael dhe shikoj kush Po kjo është shumë mirë kjo. Unë nuk kam frikë sot, se sot jemi shtet demokratik, me një qeveri demokratike, me polici profesioniste, pa lidhur me krimin, po jeta bënd vetën, do ndroj jetë mas 30 vjetëve kryeministri që kemi, Edhe më shumë. mund të vi një kryeministër si në Iran. Këtu fillon problemi. Ti ke hallin pas 30 vjetëve. Mund të vi dhe një Po këto kamera dorojnë? jetë lidhur me krimin. Që vënd të kontrollojnë krimin, do më kontrollojnë krimin mua. Si në Shkodër. Për sot unë them... A kemi rastin e Shkodrës? Që kishte kamera të krimit? Ku? Në Shkodër, kriminalët kishin vënë kamera. Fake news, nuk ma mandet këtë pasur Shkodër. A ti mendon që s'është vërtet? Po. Ne jemi shtet demokratik sot, nuk kam frikun, shqiptarët vendosin kamerat. Por halli është nesër. Kush do shtypi buton? Ja e mori Berisha pushtetin. Ja e mori Berisha pushtetin. Berisha i vë kamerat. Jo, për me i merë për dorë për vete, ky është halli. Dhe për te ironisë kësaj gjëje, jemi tek sistemi i kontrollit. Se nuk kemi ne pse të jemi lideri në Europë i kësaj gjëje, sepse është shpallur si ne jemi vëndi i parë, ndërkohë që ne jemi të fundit. Po kam vënë edhe në Hollandë. Neve këto krahasimet relative mua personalisht mua ma neverisin, sepse ti krahasimi është koherens. Pra, nëse ti e po themi 60 vjeç, mund të thuash që ky 60 vjeçari bën këtë. Po nuk mund të thuash që ky 16 vjeçari bën 110 pse se bën ti, se e bën ky. Ne themi, e ka Kina, e ka Helsinki, po e ka dhe një pjesë Gjermania, pastaj ka dhe kjo. Pse do jemi të parat ne me IT-n, ndërkohë që ne na çdon demokracia në bazë të standardeve ndërkombëtare. Ja vetëm sekond, Fake. Në qoftë se neve jemi mbrapa me këto standarde dhe afrohemi me standardet europiane, jam shumë dakord. E fundit, në Shqipëri nuk ka çaluar çështja e zbulueshmëria se nuk kontrollohet territori. Absolutisht. Ka çaluar në mënyrë se si funksionon gjithë sistemi, duke filluar nga policia deri ke drejtësia. Sepse ke ngjarje ordinere ku kapet ai tjetri që ka vjedhur portofol, ndërkohë unë nuk e di akoma kush e ka bërë atentatin në Rinas për shembull akoma. Po. Nuk e di, edhe pse ka pasur kamera atje. Po. Dhe kjo është çështje për mua vullneti. Kaq është për mua. A pra ti thua që s'ka rëndësi kamera, rëndësi ka vullneti? Ore. Po më burr sepse në bazë të statistikave natyrisht bie numri kriminalitetit. Kishim kamerë kur por nuk është për shembull krimi në familje, do vrasi burri gruan, grua burrin. Si e ul këtë kamera?
Pra, janë disa vepra që... Po mi mbase të unë t'i vënde në shtëpi, vëllë. Po mi, orët e kun t'i vën, unë i kam qu kalamajt jashtë, jam rehat, ke unë t'i vën edhe në dhomë gjumit, s'ka problem. Ta bëjmë pas zësë në dhomë gjumit natën si djetë, po kështu si video le tjetë. Po jam se të marim, është një shtëpia më e rëndësishme në Shqipërisë, po e përmend emrin. Po. Ka 1000 kamera brenda. Po më ke tushemisin, më ta kam bërë tushemisin çdo 4 metra. Po? Po. Kam vendosur kamera. Po, a janë të lishme? Dhe që ta kam bërë që s'ndrosh dot një kështu me makinat, se ç'kishte sajuar ça kolona atje. Mos e im asaj. Çdo 4 metra, plus kam vendosur altoparlant nga ato tsunamit. Edhe kur ti kalon dëgjon diku një altoparlant ka këngë korçare, tjetra vronjate, ecën atje poshtë. Dhe tushemisti nga Teto Olga deri në hyrje tek dashnore e fundit, bile pikrisht ndoshta për këtë arsye dhe e kanë vendosur. Po dashnore e fundit do ngelet pa dashnore, vlla. Po nazivit shkretja kanë nuk hyn njëri që naziv. Kanë futur çfarë shtolla që ndrosh dot me makinë më. Tani pse janë vendosur këto kamera këto 4 metra? Unë nuk e kuptoj, ndoshta edhe nga teknologjia. Për të rritur efikasitetin e kamerllëkut. Okej, në rregull. Për ta bërë më të mirë. Por problemi është që ti shkon në vend të peshkut, fiks, në atë moment që ti shkon dhe shef që po vëzhgohesh. Ai mund të thotë kështu Armir. Po. Mos e ha atë se ka hal. Ajo është e bukur. Po, ka hal. Mos e ha. Po. Stop Korani. Tani, cili institucion do na mbrojnë ne kur ne na u vodhën të gjitha ato dhënë? Kush është institucioni që ne do na mbrojnë? Kush institucion na mbron ne na kamerllaku? Asnjë. E kush duhet? Kush duhet? Ora na kanë thënë kush është autoriteti që do të ketë në kontroll të. Autoriteti i kamerave. Kush? Është një AK. Jo. AKSHI, se mos është AKSHI-a. Jo, është tjetra. Ajo që i nxjerr autoriteti i internetit. Ajo që i nxjerr serverat. Ajo s'ka nevojë fare për kamera. I çon në xhiro. Arion, ne kemi autoriteti për mbrojtjen e dhënave personale. U fund 5 pajisje nëpër ISP-t për na rujt ne nga TikToku. Dhe nuk u kuptua ç'a morën ato. Ç'a morën, ç'a u regjistrua. Qa u bë me ato? A u oqen? A e nesh akoma? Kus u survejua? Qëllimi survejimit? Po me dhënat që u ruajtën një vit. Ku janë? Qa po ndodhë me dhënat? E vërtet. Po me dy satelitët, qa bëhet? Një sekund, se tani, prit një sekund. Se, a ka një konflikt midis satelitëve dhe kamerave? A do zihen këta me njëri tjetër? Se sateliti për këtë punë është për kamera. Ashtë kamera. A i mund të thotë që që një sekund dhe se jemi ne këtu. E kupton, mund të... E kupton. Qa po mendoja unë që flisni jo? Po. Po të kishin qenë gjithë kështu në do ishim akoma me karrocë me kalë. Ua, të mërshme. Do më thënë ti Vajiko përvajsuesi progresit në... Vajiko që ka për ministri të brëndshme. Jo, nuk thamë kamerës të duhet. Fajik. Satelitës në duhet. Fajik, se të kam mik, e ke ndruj qik direkun, Fajik. O Fajik, ne na duhet. O Fajik, ke ndru direkun e anijes, Fajik. E kuptone, velën e ke këthy velën, Fajik. O Fajik, ne të kalit, po themi pëse nuk funksionon sateliti, re. Oke, është tjetër gjë. Jo se doja hypem, se ne dim që nuk i hypet. Po, u dhanë legët tona, që i kemi qitu punu me kalje me gomor, ne. Ose të punu ne si kalje gomori. Në procesin e... E por, ke procesi, po ta kap, një sekund. Neve që kemi punu si kalje dhe gomori dhe kemi pagu taksa, një ditë bukur në thanë do idhe satelit. 2. Pse? Për zhvillim progresi. E pranu. U odhën satelitët dhe nga jo ditë ne zdim asi gjë se që kam bërë atë satelit. Diti? Ja, zdi. Ti person që e në strukturar sigurisht, ti se di. Unë se di fare. Asë unë se di. Po, diti? Sateliti që nuk e di. Po, a janë fare njërë? Kur thua? A janë? Po pra se është e Barcoleta që tha, këtu duhet kishte qenë rrugë. Po gjithsesi, 2 satelit janë hedhur dhe nuk e dim. Do vjen këto kamerat. Për çfarë motivi do të vjen këto kamerat? Ja ta them unë. Në progres, prit. Ndërkohë që këto kamera nuk i ka Franca. Nuk e ka ndërtuar këtë sistem. I ka mon italian, për makinat, ka monitorimin e makinave. Nuk është se mungon sistemi kamerë, nuk kam me kalë ata si shtot Fajiku. Por nuk është ndërtuar Smart City, 20 qytete që thot kryeministri, nga, do më thonë, i bi gati 60% e qyteteve të Shqipërisë, të jenë të survejuara me sistemin Smart City, i cili është sistem i cili funksionon kinë dhe në vëndet tjera diktatoriale. Ky është pyetja, ne nuk kemi kundër progresit. Por mua është nësi shumë e madhe të ke dhe robot në për rrugë. Ke gjithë shka. Por këtu është një vënd ku politikisht ne nuk kemi të sigurt. Por shkak të gjitha... Merakun e keq përdorim. Por problemi është, Shqipëria nuk është një vënd demokratik. Ka maksit ndaj. Shteti shqiptar... Jo, nuk është. Kjo është pikpamja ime, ta kam shpjegu dhe në emisionet tjerë, nuk është vënd, është totalitarist. Me një kopertur demokratike. Një vënd me një korupcion
me nivellet më të larta në botë. Kështu që, po që e korupcion nuk është demokratik. Tani, ky vend, thotë unë do të rrisë teknologjinë, e cila unë mendoj që është kundër meje. Në një vend si Zvicra, nëse do më thonin do bëhet Smart City, do të isha shumë dakord. Zvicra është totalisht Smart City. Okej, jam dakord në atë shtet, jam shumë dakord. Kurse në vendin tim nuk jam dakord, sepse pas kamerave un kam drejtor policie që kanë marrë pasaportën sepse thonë që është i përfshirë në çështje. Ke struktura policie që janë përfshirë në çështje. Drejtori Burgut kishte kanabis. Kishte nese. Po, e kishte për përdorim në Burgaj. Po thon, ti pret të ta zgjedhë policia i çon informacion bandave. Unë nuk kam besim. Unë jam me Armirin, jo, sistemi, jo tek teknologjia. Kjo është. Jo, edhe doli për 6 orë, se skandal tash, pa e tuar fare. Nuk po e akuzoj tash. Çfarë ishte kjo doli për 6 orë? Kupton ti gjën tjetër 600 gram, 700 gram, nuk thash nuk po e penalizoj, thjesht po e trajtoj si problem. I gjën tjetër 6 cigara atje, rrit 3-4 vjet me avokat të mira euro shpenzime që të dali, atë gjehet parcela dhe na pas kanë gjetur një, po e imitoj një pëlqim atje në telefon që gjose na mori qafaj. Ku e di unë që si kanë thënë bëj telefonatën këtu, të fusun përgjimin, çfarë janë këto inteligjencë na fynë miliona euro. Po ajo policia që s'le policinë e shtetit ty aty ke burgjit, çfarë emri ka ajo? Ora nuk kemi kundër zhvillimit ne, edhe në doni të dini, ja them Faikut, ë. Unë kam kthyer materiale të iPhone-it fundit resetuar 4 herë. Edhe njoh shumë mirë teknologjinë dhe merrem. E kupton? Resetuar, që thonë iPhone-i që është thyer. Po patjetër mëse jam kundër teknologjisë. Problemi është i keq përdorimit. Jo, pritë, kemi teknologjinë kundër nesh. Një ministre që quhet Diella. Kemi një ministër Ai kur Diella? Që unë se di ku është. Vazhdon? Është te lidhje me ka thënë kryeministri Shtazan. Pra ku e kam unë Diellën? Që të kemu besim tek. Jo më ishim ke Kali tha, jemi ke Kali tha zotëria. Tash unë i Kali do ta shoh këtë Diellën. Ku e kam? Realizimi i sistemeve. Ku e ke pra? Ku e ke tender atë? Çka ka po Diella më? O faj, para 2 javësh u aktualizuan themelet e parlamentit. Po. Çam thua për këtë? Po jo, po këto do ruajnë këto. Këto të kamerave do i ruajnë. Të lutem, shiko. Se kanë thënë që do i ruajnë. Kemi drejt fundit, do të shkojmë drejt mesazhit, kështu që konkludoja Faik shpejt. E kemi kap situatën për bishti. Shiko, kape për kokët. Nuk mund të themi ne që me që u hakeruar sistemi i parlamentit, do të thotë që çdo gjë këtu ka shtetzuar. Çdo gjë këtu ka dështuar. Shiko, shtetet, vendet, qeveritë. Dhe ajo që s'ka dështuar po çohet drejt dështimit vet. Projektojnë, zhvillojnë dhe ecin përpara, por kjo nuk do të thotë që këto nuk mund të thyhen më. Pra, gjithmonë shteti merr masa, po mos ti kish ato masat e marra, se ke shumë institucione të cilat përballojnë, se ti e di më mirë se unë këtë, se e njeh më mirë se unë. Ka shumë sisteme të tjera në vendin tonë, të cilat janë modernizuar në atë pikë kanë përballuar hakeruar vetëm kur dolën ata iranianë thanë që ju kemi hakeruar, o bana pas kanë hakeruar. Po pra, parlamenti, sipas informacionit që kanë, nuk ishte i përfshirë në... Sa për muhabet, ishin 300, morëm 4.000. Një sekond. Faik, këtë sa për ta ditur tani se doli si informacion për herë të parë. Parlamenti, si një institucion i pa rëndësishëm në jetën e shqiptarëve, fakt një institucion vëllë është, do të thënë Avlora, një institucion si ishte i përfshirë në mbrojtje. Po pra, si mund të jetë nga Kukës. Po jam kurioz, cili institucion ishte, mos ka qenë Komune Parisit o vlla. Se ne jemi aty. Ka institucione shumë më të rëndësishme që prodhojnë informacione, që prodhojnë shërbime, që janë shumë më të rëndësishme, të cilat ka një ti Faik mendon se kamerat e sigurisë duhen, Smart City duhet, do zvoglohet kriminaliteti. Kina ka futur robot kamarier, po mendon të fusi robot polic. Po, e ka dhe informacionin kështu. Se po modernizojnë. Qa modernizimi është, kjo është kontrol. është kontrol, nuk është modernizimi dashur. është siguri 100%. 100% siguri, okej. Ja, për shembull, Nuk kemi më vrasje. Jo, është e mbrona, është shko. Bie 20% krimi. Bie 20% po të vjen kamera. Po fajt ne kemi rasti. Nuk do kemi aksident. Ornela, ma lër një sekundë. Kush i ka bërë protestimin? A biem dakord që filmimi i protestave ndihmojnë për zbulimin. Po Faik, kur kanë filmuar protestat, i kanë arrestuar ata protestuesit direkt. Është shembull konkret ai. Jo, ka funksionuar kamera. Jap një shembull më këtë. Është funksionale. Janë arrestuar 20 protestues, janë liruar.
Mirë, ajo është punë tjetër. është punë tjetër. Po, efekti kamerës botë. Nëse do ishte, janë liruar sepse nuk ka pas prova dhe nuk e lidh do ti protestuesin me hedhjen e Molotovit, se po ta lidhje nuk e leroje sepse ai ka kryer një vepër penale. E fundit fare, e fundit, të lutem. Ta mbyll një bisedë në fund. E fundit është kjo. Ajo lloj kamere, po e them për këtë që të kuptohet se nuk po vendoset për protesta. Shumë rëndësishme. Ajo lloj kamere e ruan personin. Pra nuk ka nevojë ta ndjekësh ti kamerë mas kamera. Ajo e ruan vetë. E regjistron në fillim dhe e shoqëron. Po Faik, se nuk e thua trosh për Faik tani. Pse I vë kaq lulet bukura mo? Po s'është lule më për. Po lulet bukura mo komplet. Tani ti mendon ja pyetje, ti mendon se informacioni në media është I kontrolluar apo jo? Tash informacioni. Jo, të drejtën këtu. Sa vetë ai kishin kopjen e Teamsit? Kush u dënua? Po. Duhet si bësh backup? Po sistemi tatimeve se fillon hershëm kjo punë. Jo, po kjo është Kjo është duhet patjetër përmirësim burime njerëzore. Ja, këtu pastaj po hyrë ke burime njerëzore, hajde flasin, jam dakord me ty. Duhet burime njerëzore. Pra, informacioni në media kontrollohet. Kush gëzon pushtetin e informacionit? Çfarë ka? Kush shënon pushtetin bëhet face detection edhe? Mesazhi? Vazhdo. Armir, para se të vetë ai mesazhi I famshëm që në një gjë ke për këto kinerëzërimin ton? Po jo, atë desha t'i them Riciklohet historia hallo. Dua t'i them Faik. Se mos ta japin shpejt valla, se po më vonë ta bëjnë ata po tani shpejt. Kineze. Imagjino do të vi protestuesi që thotë ti, da kapi kamera që në kamës kur vjen ai që kur blen naftën megjithëse shrit çmimi e fut në shishe për të ardhur, e ndjek deri këtu e kap roboti. Pastaj roboti e çon ke gjykatësi që ka thënë Rama do bëhen fëmijët e diellës. Po. Pra ditë do hysh në sistem. S'ka për të marrë robi, Faiku do jetë kot Faiku, se është I sigurisë. Do të merret gjithë sistemi, roboti do ta çojë edhe në burg, çdo të jetë dhe ky kanabisit në burg do të jenë policë robot. Ky me këtë lloj futurizmi që kemi parë në përsa filma distopik. Po. Unë për veten time, administrata publike po shtojnë numra. Gjithë merrin që kam është që jo teknologjia është perfeksion që rritet. E kam në duart e kujt është. Në Shqipëri nuk kam të merr kjo. Kush e menaxhon? Këtu a diskutojmë. Jam shumë dakord. Ore kur të vi Salio mos e tash Mesazhi Rama. Mesazhi im është pak juridik nëse mundem, domethënë. Ka një vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor që nuk lejon marrjen e kamerave nga salla e gjyqit. Është skandal I vërtet. Mund të kërcënohesh sallë gjyqit pa zë. Mund ndodhi çdo lloj vepre dhe ti nuk ke drejt. Ligji e lejon, kolegjia ka nxjerrë një vendim. Propozoj gjykatës kushtetuese ta heqë këtë vendim se është turp I botës. Të kërcënon tjetër me shenjë, mund t'jesh viktime e veprës penale, mund t'jesh me cilësinë e ekspertit, të bën tjetër shenja kërcënuese dhe pas ka vendim të kolegjës që nuk del kjo. Çfarë quhet kjo? Transparencia prapë kthehemi ke kamerat apo hermetizim I shoqërisë. Okej. Faik? Unë kam pak më social. Po. Një fenomen që po kthehet vërtet në një shqetësim të jashtëzakonshëm braktisja e prindërve. Është parë në shumë raste të paktën edhe këto kohë të fundit që prindërt braktisur, kemi pasur raste siç ishte edhe në Korçë, në disa qytete të tjera të cilët edhe janë gjetur pas kohësh të vdekur nga fëmijë të cilët largohen ndoshta në mënyrë të papërgjeshme, në mënyrë jo njerëzore dhe ky është një fenomen në rritje I cili kërkon vëmendje. Unë duhet ta lidh me rëndësinë që ka patur prindri, dashuria për të, përkujdesja për të në gjithë historinë e njerëzimit dhe ky nuk ka ardhur sot edhe si shqetësim, por edhe si nevojë për të përkujdesur për to. Kur I than Muhamedit alayhis salam që duhet një nga miqtë e tij të ngushtë duat vinë betej, tha, sepse e shoh shumë të rëndësishme këtë betej për fitoren ton. Ai I tha, prindrit I ke gjallë, po tha I kam. I ke lufto për prindrit e tu edhe ke kryer shërbimin. Kështu që ti duam prindrit të respektojmë dhe t'i nderojmë duke u qëndruar pranë. Tomi, ti ke mesazh për temën apo jashtë temës? Pak më shkurt, unë po them pak një dy fjalë për një ligj që pritet të miratohet në Bashkimin Evropian dhe fundi I privatësisë. Me një ligj që po vendoset quhet chat control. Për çështjen e sigurisë kombëtare, për ruajtur për sigurinë e fëmijëve, privatësia nëpër mesazhe si puna e WhatsAppit, Messengerit, Facebookut dhe të me radhë, do përfundojë sepse mesazhet nuk do e kriptohen end-to-end siç janë tani, por autoritetet do kenë mundësi që të t'i lexojnë në real time. Kështu që privatësia mbaroi, maj është dita juaj e fundit e privatësisë.
Ose O, të nësha zemrën. Goxha lajme. Në i lajme lek s'kemi kështu Se harë thoni mirë. pse s'flet në WhatsApp. Flisni dhe në WhatsApp. WhatsApp. Deshet nga unë, po. Një mesazh për temën o jashtë temës? Jo, jashtë desha me që jemi në Bajram. Okej. Pas nesër kemi Sultan Novruzin, shpejt Pashkët. Po, sot është nata e madhe e Bajramit. Në fe, thuhet që të fisnikëron kur jep. Kur jep. Dhe dua të bëj një thirrje për të gëzuar popullin, më saktë, udhëheqësve shqiptar. Zotit Rama, Zotit Berisha, jepni dorëheqjen që të gëzohet populli. Duar të kiti ishte. Ja, edhe në ata do vinë ca të kështë se japin. Po di një këta kur se s'po luajnë. Ato se japin kur mo që anë thua. Qa, dua të tjera. Erion. Shqipta... Jo, s'kam... Ke mesazh? Jo, nuk kam në i mesazh. Vetëm mesazhi vetëm që kam është ky, që në rast se doni paqe në shpirtin tuaj, në rast se doni të mos ju dhëmin kockat, në rast se doni të preheni të qetë, zgjidhja nuk është ajo që thot Armiri, zgjidhja është Dorelani. Shkoni te Dorelani, deri në datën 29 mars, e keni me zbritje. Atje, mjafton të shkoni atje, mund të merrni çfarë të doni, dysheka, jorgana, këllëfa, jastëka, qaska, ka një biles. Po të shkojnë dhe dy udhëheqësi tanë te Dorelani dhe të blenë atje, do relaksohen dhe gjithë populli do t'i lumtur dhe gëzuar. Do jenë të tërë të lumtur. Ky ishte mesazhi. Mirë, shkojmë në publicitet dhe ju prestu me njëherë në ndeshje.